Atëherë Zhaku është opinionistja e fermës VIP. Bobo, sa rëndë është kjo. Po, prit një herë, se base të së duket rëndë kjo që do të them unë, po për ne shqiptarët, është shumë e rëndë. Është pak e rëndë. Tani së fundmi Zhaku ishte e ftuar në emisionin në podcastin e Alketa Visiut, u shpreh se si do të reagonte nëse do të tradhtonte partneri. Po. U shpreh pak më shumë open mind se sa duhet të mund. Sepse tha, deklaroj, unë nuk do ta kisha problem nëse partneri do më tradhtonte, sepse ajo që ne kemi është më shumë se sa thjesht fizike, është një ndjenjë edhe më e madhe. Bukur fort. Si më bukur fort? Po që është kjo? U kry. Të lartë të poshtë ai tjetri edhe ti, po ne kemi dashurinë, Bravo, dashuria në radhë të parë. Nëse ti do dikën, nuk shkon ta tradhtosh. Je prap me open minded ti, nuk jemi po jam, moj sigura jam, sepse, qa ti them unë kësaj, qa ti them, nuk tradhtojnë me mendjen. Moj fare. Meshkujt. A e ke ndarë mendjen që do ka dalë me çunat, moj kanë pirë. Jo, mos di me çunat, mos pi. Mos pi. Po edhe unë pi, po nuk shkoj ti po ngushëllime atyre meshkujve që rrin me tilla femra. Po të shkefon që të tradhtosh bëhet gjë normale pastaj, që shki muhabet? Po themi ta bëj rrugës si bëra. Po as edhe një herë, mjafton një herë. Fasule, filaf. Shumica pi, sidomos shumica e shqiptarëve pinë dhe flas edhe për veten këtu, po. Kur pi nuk ti kërkon personin që ti do, nuk kërkon njerëz të tjerë pa lidhje. Si bëra, me logjikën e një femre, me këtë që thua ti, unë jam shumë dakord. Po edhe me logjikën e meshkujve. Po nuk e kanë këtë logjikë. E kanë. Meshkujt janë budallë. E kanë. Meshkujt janë thjesht një gomar më shumë në jetën tonë. Ata që të duan e kanë, ndërsa ata të tjerë që nuk i intereson për ty pastaj, për ndjenjat e tua, shkojnë edhe tradhtojnë. Kështu ata që nuk janë të kënaqur me personin që kanë krah. S'ka lidhje, ata nuk janë të kënaqur me veten. Një njerëz që tradhton ka problemet me veten ose nuk e ka me personin tjetër. Ka edhe me personin tjetër. Një mashkull ty mund të ta admiroj për forcën që ti ke, për inteligjencën, për çdo gjë që ti ke dhe përballë teje ndihet inferior. Okej, dakord? Ai të do shumë, por thjesht ty të shikon më lart se veten dhe ndihet inferior. Jo, në këtë drejtim krijohet një lloj inati. Inkoshient krijohet një lloj, nëse mashkulli ndihet inferior para teje, në inkoshiencën e tij krijohet një lloj inati. Bravo. Po kjo inati e dashurisë. Po kjo është pra çështja. Pra me meshkujt nuk mendojnë shumë gjatë. Pra në momentin e parë që një person të tradhton, ai nuk të do më. Jo, pra është inferior dhe nuk di ç'a bën, e ka problemin me veten. Për të ndjesh superior tani shkon edhe gjen një femër tjetër. Pra, ndihet inferior dhe nuk të do më. Logjika si bëra është ajo. Në inkoshiencën e tij ai mendon se të do, por realisht nuk të do. Logjika është ajo që thua ti. Çështja është se meshkujt nuk logjikojnë kaq shumë. Dhe këtë ma beson. Ja, koma e vogël. Bëjnë sikur nuk logjikojnë. E di, ashtu bëjnë ata. Bëjnë, po logjikojnë. Po. Mos them më mirë se ne. Mendoj. Varet për ça. Në këtë aspekt që folëm ne jo njerëz, që punon logjika fare. Mirë, ha. S'do merrem me meshkujt tash. Unë e gjetën këtu na keni deri në darkë duke diskutuar për këtë punë.